Qytetarët u mblodhën sërish duke vijuar për të 83 ditë radhazi protestën kundër qeverisë dhe klasës politike, ashtu si në ditët e fundit protestuesit u grumbulluan fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt kryeministrisë ku vijuan me tubimet dhe fjalimet. Protesta ka në fokus kryeministrin Edi Rama dhe qeverinë, por kritikat nuk janë kufizuar vetëm te mazhoranca. Pjesëmarrësit kanë kritikuar vazhdimisht edhe opozitën, e drejtuar nga Sali Berisha, duke kërkuar largimin e saj, që e cilësojnë si kastën e vjetër politike. Një ditë më parë, në protestën e 82, qytetarët marshuan nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë. Pas përfundimit të fjalimeve përpara godinës së qeverisë, protestuesit vijuan marshimin në rrugët e kryeqytetit. Nga podiumi u artikuluan akuza për korrupsion, shpopullim, arsimim, pronësi dhe mënyrë administrimit të pasurive natyrore. Protestuesit ngritën gjithashtu shqetësime për investimet dhe projektet e zhvilluara në zona si Sazani, Zvërneci dhe Rjolli. Protestat vijojnë me të njëjtin itinerar, ndërsa organizatorët dhe pjesëmarrësit kanë përsëritur kërkesat për ndryshime politike dhe institucionale.